Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Dhe jeni protagonist dhe organizatori i protestës në mbështetje të krerëve të UÇK-s. Si e pritët këtë kërkesë të prokurorisë ditën e djeshme? Po, ishte kërkesë anomalike për shumë arsye. E para, në cilësimin e tyre që bëjnë në fillim të akt akuzës është ndërmarrje e përbashkë kriminale. Mandej arsyetimi i Trëndafilovës është çështje penale individuale jo kolektive dhe mandej përmbysje edhe e këtij zotimi do thotë ku i merr 4 vetë barabashkësisht i ndan me vjet, thuti kanë qenë 24 orë të ngjitur njëri me tjetrin në mënyrën e të kalurës së tyre në Gueril. Mandej është tendenca e tjetër që nuk ka siklete të dispozitave ligjore ma shumë se demonstrim të pushtetit, dhe është e fundit asimetria në raport me agresorin dhe viktimën, duke pas parasysh që general të Serbisë që kanë organizuar në mënyrë institucionale gjenocidin Kosovë, të gjithë bashku kanë vjet ma pak se këto 200 vite gati që kërkohet nga prokuroria. Këto janë evidentimi të gjitha anomalive që i jep ngjyrën e një perceptimi këtu te ne që ajo prokurori është puro politike. Dhe në fakt prokuroria speciale kërkon gati 100 vite burg më shumë se sa u dënuan ish drejtuesit serb të krimeve në Kosovë.